dhe të përballen me të, pra drejtësisë është i panegociueshëm çdo lloj afati që po përpiqet të fitojnë kohë. Arnold, ne pothuajse e dim një ngjashëm se materialet që janë ato dosje, qoftë tek Agjencisë Informacionit apo e Ballukut, konvergojnë ose shkojnë tek etiketa e Ramës, nuk kemi parë gjë akoma. Ne nuk kemi parë as menduar se mund të ndodhë kështu, që një zyrtar, funksionar publik mund të sillet kështu, mund të plaçkisë kështu, mund të vrasë kështu, mund të marrë peng kështu, dhe mund të asgjësoj këdo, e ndalojnë në vjedhje dhe ngrabitje. Asgjë këtu tashmë ka rënë alibia. Madje peng merre dhe me bekimin e policisë së shtetit. Me pjesëmarrjen. Pjesëmarrja e policisë së shtetit. Tani, kur të merr peng policia, kujt duhet të telefonosh? Po policisë Malizi, po. Të Gjermanisë, kemi ardhur këtu kur policia si autoritet sigurie dhe rendi ka rënë. Kur drejtuesit përgjithshëm merret telefoni dhe është herë përsëritur. Si dyshime serioze për përfshirje. Kur zëvendës drejtuesi i Tiranës është pjesë e akuzës për pengmarrje. Pra këtu autoritetet vetëm në këtë periudhë janë struktura e posaçme dhe gjykata, të cilët janë në përballje direkt me organizatën kriminale më të pasur, nuk ka ngjashmëri, nuk ka me këtë krahasosh tjetër në vend, që një qeveri është organizatë kriminale. Dhe ne presim nga 20 prokurorë dhe 60 oficer ta shpartallojnë këtë, natyrisht. Për shansën dhe fatin tonë janë partnerat amerikanët kryesisht që janë mburoj që nuk tërhiqet pas, dhe prokuroria e posaçme ka hyrë tashmë në zyrën e kryeministrit, në banesën e kryeministrit, sepse aty është foleja. Ka qenë diku një, është akoma ajo. Duhet ta kenë bazistur roshta, një seli këtu në blok. Ishte pelegrinazh aty. Shkonin zyrtare, pushtetare, biznesmene, bandit. Aty ishte bordi ku ndaheshin pazaret, qokat, parat publike, tenderat, pengmarrjet, vrasjet, azjësimet. Pra e gjithë këse kemi tani të shkoshtit, si mund të bësh 300 apartamente, më ku? 300 apartamente, 2 jate, flitet që janë pronësi të Belinda Ballukut. Çollaku, atje ku të shkojnë Balluku nuk lundrojnë jahtet. Mund të quajmë që de facto Balluku ka marrë para nga kartelet se ata investuan në Shqipëri, në Tiranë, se të shkush e këto kulla që janë kaq të mëdha dhe janë gjitha bosh. Jo vetëm Balluku. Njeriu kryesor i lejimit dhe shpërndarjes së pasurës është kryeministri i vendit Edi Rama. Natyrisht që është dhe Balluku. Është koordinatori që e gjeti shtekun e largimit, pra Ergysa Gasi. Ishte, le të themi, mbledhsi i kërkesave dhe shpërndarjeve të tyre në negociata dhe në dakordsi me kreun e kësaj regjie që është kryeministri i vendit. Kjo është parat e trafikut të kokainës, e Amerikës Latine, Evropës, kudo që mbledhi. Tani ne ishte, por durse si dispečer kokaine. 5 kg për 3 vjet, po çfarë? Po dhe nga dora mund këtë rënë duke ikë aty 5 kg në tokë. E kanë gjetur rastësisht. Ka bananët, ja. Pralla tani e tallën me kë e bëjnë këtë ironi këta. Ndaj them që e gjithë kjo parada e trafikut, ndaj organizatat kriminale dhe mafia ndërkombëtare janë në gjitha në lojë në këtë histori. Ndaj përballje shumë agresive, shumë e fortë. Ndaj dhe partnerat që e dinë shumë mirë se kë kanë mbrapa. Nuk është vetëm Edi Rama, është penge i mafias ndërkombëtare. Se këtu ke Ndragheta, ke Sinaloa, ke Sacra Corona, ke Camorra, vetëm si emrat të trondisin. Lere më pjesëmarrje, lere më investimet që kanë bërë, pasurinë që kanë hedhur, miliardat që kanë ndarë. Dhe ata kanë pasur përfaqësuesit e tyre zyrtarët tanë publik, zënës kryeministër, ministra, kryeministër, në ato materiale që vinë duke ushtuar dhe vinë nga burime të aleancës, të tillë grupe kriminale, grupe ndërkombëtare kriminale, zoti Çollaku, mbase e gjejnë penetrojnë në vende duke nëpërmjet biznesmenëve. Po çfarë ndodh në Shqipëri, se në Shqipëri penetrojnë nëpërmjet pushtetarëve, zëvendës kryeministrit, kryetarit të bashkisë, ministrave, qeveritarëve. Qeveria, sekretari i përgjithshëm i kryeministrit. Qeveria kishte vetë kryeministër, vetë zëvendës kryeministër, pse s'bërsim kaq poshtë. Adresa ku prokuroria është nisur dhe do të shkojë, do të mbrijë, do të hyjë në zyrë, në shtëpi. Në ato përgjime do të gjejmë edhe bashkëshortën e kryeministrit. Se ty të akshi tendrat i ka marrë dhe Baxhanaku. Nuk edhe marrët janë me porosime dedikim, se ortaku që shkoi paku postale në Gjermani. E dim se çfarë kusur është ka hequr. Çfarë të merresh ka parë për t'u larguar, për të lëshuar terren, për t'u alon grupeve kriminale. Këta shokojnë fantazinë dhe imagjinatën me veprimet që kanë bërë, me krimet që kanë bërë. Dhe këtu
qëndron më e prralla e Ramas pas Kurrizit. Ta i kanë da Terezin para dhe pas Kurrizit ati. E kanë bërë bashkë me të Kurrizin. Dhe këtu ka video, ka përgjime, ka Çfarë nuk dim akoma? Ajo që nuk dim akoma, këtu duhet një mega